Rej Mana I kërkon të rikthehet te Sivaspori, sulmuesi kombëtares nuk është përshtatur me Sharia dhe klubi turk konsiderohet po ashtu dritare që të mbetet pjesë e kuqezimve. Fakti është se merkato Sivasporit qëndron e bllokuar nga FIFA për shkak të humbjes së gjyqeve. Trajneri Mehmeti Altiparmak ka zbuluar se gjithçka është drejt zgjidhjes. Për momentin të gjitha dosjet lidhur me hapjen e mundshme të merkatos po shqyrtohen një nga një. Jemi afër përfundimit të këtij procesi dhe dimë se mbeten shumë pak. Shpresojmë që kjo situatë mbyllet brenda 3-5 ditëve të ardhshme. Shpresojmë që javën e ardhshme do të hapet merkato dhe ne do të fillojmë gradualisht me transferimet tona. Ne duam shumë Rej Manajin. Do të donim ta kishim një lojtar si Manaj këtu, por ai ka një klub të tij. Nuk e dim se çfarë do të ndodhë në lidhje me situatën e klubit të tij, por ne po punojmë për këtë çështje pavarësisht se do të vijë apo jo. Çdo trajner dëshiron ta ketë Manajin në ekip. Ne me të vërtetë duam shumë. Aktualisht prioriteti ynë kryesor është hapja e merkatos. Pasi ta zhbllokojmë, do të ndajmë informacionet lidhur me transferimet e tjera, u shpreh trajneri I Sivasporit.